Formula e presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e tarifave shfaq një tjetër aspekt negativ. Ajo po godet gjithashtu disa nga vendet më të varfra në botë. Matematika është e thjeshtë. Merrni deficitin tregtar të mallrave të Shteteve të Bashkuara me një vend, pjestojeni me eksportet e atij vendi në Shtetet e Bashkuara dhe ktheheni atë në një shifër përqindje. Më pas përgjysmoni këtë shifër për të prodhuar tarifën reciproke të Shteteve të Bashkuara me një dysheme për 10%. Por Madagaskari, një nga vendet më të varfra në botë me prodhim të brendshëm bruto për banor pak më shumë se $500, ndërkohë përballet me një tarifë prej 47% për eksportet modeste prej $733 milion të vaniljes, metaleve dhe veshjeve që bëri me Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar. Madagaskari nuk është i vetmi vend. Ashpërsia e formulës që zbatohet për ekonomitë që nuk mund të përballojnë të importojnë shumë nga Shtetet e Bashkuara, të çon në mënyrë të pashmangshme drejt një tarife të larta reciproke, 50% për Lesoton në Afrikën Jugore, 49% për Kambodgjë në Azinë Juglindore. Humbësit më të mëdhenj në Afrika dhe Azia Juglindore, shpjegojnë ekspertët e sektorit, duke shtuar se masa rrezikon të dëmtojë më tej perspektivat e zhvillimit të vendeve që tashmë përballen me përkeqësimin e kushteve të tregtisë. Por formula po mbjell gjithashtu konfuzion midis vendeve të pasura. Për Bashkimin Evropian, ajo ka prodhuar një tarifë ndëshkuese prej 20%, 4 herë më shumë se 5% që Organizata Botërore e Tregtisë llogarit si normën mesatare të tarifave të Bashkimit Evropian. Pra të paktën për ne është një pasaktësi kolosale. Na kushton 3 herë më shumë sot hyrja në Shtetet e Bashkuara në raport me hyrjen e djathrave amerikane në tregun ton, thon prodhuesit e djathit të specializuar Grana Padano në Itali. Sekretari i Tregtisë nuk e shpjegoi drejt për drejt formulën, por tha se ekonomistët e përfaqësuesit e tregtisë së Shteteve të Bashkuara kishin punuar për vite me radhë për një metrik që pasqyronte të gjitha barrierat tregtare të vendosura nga një vend i caktuar, por ekonomistët në mbar botën vunë duke se termat anulonin njëri tjetrin në një mënyrë të tillë që mund të reduktohej në një koeficient të thjeshtë të deficitit tregtar të mallrave mbi eksportet e tregtisë. Nuk ka vërtet asnjë metodologji. Është si të zbulosh se ke kancer dhe të gjesh mjekimin bazuar në peshën tënde të pjestuar me moshën. Fjala reciproke është thellësisht mashtruese, shpjegojnë ekspertët. Të tjerë theksuan se formula gjithashtu ngriti pikpyetje mbi pikpamjen e përhapur se Trump po hedh hapa drejt diskutimeve kok me kok me vendet individuale që në fund do të shohin uljen e ndjeshme të tarifave të reja.